Të nderuar përfaqësues të mediumeve, në pres konferencën e sotme të Departamentit për Shëndetësi që vepron në kuadër të lëvizjes për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare, do të flasim për situatën me terapinë e insulinës për të sëmurët me diabet në Republikën e Maqedonisë. Është një gjendje alarmante si asnjëherë më parë. Ministria e Shëndetësisë, me hapjen e tenderit të ri për furnizim me insulinë në nëntor të vitit 2014, njëherët filloi të zbatoj reforma në këtë sferë. Reforma të cilat kanë vetëm një qëllim dhe ajo është mospasja e mjeteve buxhetare për shëndetësinë. Për këtë gjendje, në 6 muajt e fundit, disa herë është alarmuar nëpërmjet të shoqatave të sëmurëve me diabet, si dhe nëpërmjet të mediumeve të shtypura dhe elektronike. Përgjigjja e ministrisë në këto reaksione është se janë të pavërteta dhe në çdo mbrojtje i thekston pjesët bazë të reformës së re, siç është formimi i Komisionit Nacional për Diabet, këshillat në nivel botëror për mjekimin e diabetit, statistikat në vendet e ndryshme të botës për përdorimin e insulinave, vizitat e obligueshme të diabetikëve, numri i shiritave gratis për kontrollimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe në fund kursimi i mjeteve për të buxhetit për shëndetësinë. Kursimi i mjeteve në këtë rast është i pajustifikueshëm. Asnjë shtet në botë me vetdije nuk planifikon buxhet të njëjtë ose më të vogël për sigurimin e insulinave, sepse numri i të sëmurëve të mvarur nga insulinat ka rritje natyrore të prevalencës. Ministria e Shëndetësisë me vetdije ka planifikuar buxhet më të vogël për tenderin e insulinave në periudhën 2014-2016 për 8% në krahasim me tenderin e kaluar në periudhën 2012-2014. Buxheti i zvogluar për tenderin e insulinave është e lidhur me zvoglimin e numrit të penave për insulin, diku rreth 145.000. Ministria e Shëndetësisë formon Komision Nacional për Diabet. Mbikëqyrja dhe kufizimi i punës së mjekëve çdo herë ka ekzistuar dhe do ekzistojë, si në botë ashtu edhe në Maqedoni, por rigorozisht e definuar me rregulla adekuate se cili specialist mund të përshkruajë barna të caktuara për sëmundje adekuate. Në këtë rast, komisioni përzihet në profesionalizmin e specialistëve ose kërcënohet me dënime ose transferime në vende të reja të punës me një qëllim që mjekët të vendosin të përshkruajnë insuline të gjeneratave të vjetra. Me anë të cilës rregullore në nivel botëror, ky komision i jep të drejtë vetes që të vënë në dyshim profesionalizmin e një mjeku specialist. Arsyetimet e ministrisë se në Maqedoni 90% të sëmurëve përdorin insulinë të gjeneratës së re, ndërsa në nivel botëror ky numër rrotullohet prej 65 deri në 75% janë të pavërteta. Në asnjë vend të botës nuk ekziston rregullore e cila propozon se cili shtet në sa përqindje duhet të përdor insulinën e gjeneratës së re. E drejta e çdo shteti është të pranojë ose jo ndonjë protokoll europian ose botëror për mjekimin e ndonjë sëmundje të caktuar. Në këtë rast, është për lëvdat se Ministria ka zgjedhur një prej 4 protokoleve për mjekimin e diabetit. Rregulloria e zgjedhur konkretisht i përshkruan hapat në mjekimin e diabetit nëpërmjet të dietës, aktivitetit fizik, terapisë orale, insulinave të gjeneratave të vjetra, insulinave të gjeneratave të reja dhe në fund pacienti të mjekohet sipas protokoleve bashkëkohore. Asnjë protokoll nuk mund të shfrytëzohet pjesërisht apo deri në nivelin e insulinave të gjeneratës së vjetër. Rritja e numrit të obligueshëm të vizitave te mjeku nga 1 deri në 3 herë në vit nuk do me thonë se do përmirësohet gjendja shëndetësore të sëmurit me diabet. Numrin e vizitave te mjeku e cakton specialisti dhe vetëm specialisti sipas progresionit të diabetit. Numri i vizitave të panevojshme të një grup i caktuar i pacientëve vetëm i rrit harxhimet e buxhetit në shëndetësi. Rritja e numrit të trakave gratis për caktimin e glikemisë të diabetikën nga 50 në 300 në vit, po ashtu është për lëvdat, por nuk ndikon në gjendje shëndetësore të sëmurëve me diabet, sepse ato nuk mund ta marrin terapinë bazë me insulinë. Është i pajustifikueshëm qëndrimi i ministrisë se të sëmurët me diabet përdorin insulinë të shtrenjtë, ndërsa njëkohësisht kanë rezultate të këqija me glikemin. Duhet të ndrohet terapia me insulinë të gjeneratave të vjetra. Në asnjë shtet të botës nuk ekziston praktike këtill as rregullore të këtilla, në bazë të cilave vendime është sjell kjo rregullore.
si mundet një isëmur me diabet i cili mezi ka arritur ta kontrollojë diabetin me inzulinë të gjeneratës së re e të vazhdojë terapinë me inzulinë të gjeneratave të vjetra. A ekziston punime shkencore në këtë temë? Për fat të keq, sado që kjo tingëllon e arsyeshme, përsërin në praktik në 6 muajt e kaluar, me ndrimin e inzulinoterapisë të diabetikët zhvillohet me sistem llotarie. Do me thënë, për shkak të zvoglimit të sasive të insulinës në përbanatore, u zëvendësohet vetëm atyre diabetikëve të cilët insulinën e marrin në fund të muajit. Ne si Departamenti i Shëndetësisë, pranë lëvizjes për reforma në PDSH, me keqardhje konstatojmë se diabetikët do të përballen me mungesë të insulinave, ose një grup i madh i diabetikëve që përdorin këtë terapi nuk do të mund të sigurojnë, ndërsa diabetikët e sapo diagnostifikuar nuk do mund të fillojnë me përdorimin e insulinës për shkak të këtyre reformave jo profesionale nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.